Çfarë po ndodh aktualisht? Sa është e mundur që palët të rifillojnë luftën, se kjo është e gjithë shqetësimi dhe preokupimi. Tani, palët janë në luftë, por sikur e kemi thënë në bisedat të tjera që kemi bërë këtu, kjo është një luftë, sikur quhet në anglisht low intensity, apo intensitetit të vogël, dhe sikur e thotë edhe Clausewitz, është që lufta është vazhdimi politikës me mjetet të tjera. Pra, kemi luftë, kemi edhe politikë, kemi negociata, kemi bombardime që ndodhin ndërmjet Iranit dhe SBA-s, dhe sigur e kemi thënë edhe në bisedat të tjera, lufta, negociata, bombardimet e tjerë, janë pjesë e asaj se kush do të dominojë lindjen e mesme apo botën islamike, gjirin persik dhe kush do të jetë pati i Palestinës. Ndërsa Irani dhe është i quajturi bosht i rezistencës është goditur rënd në Siri, në Gaza, me gjenocidin që bëri Izraeli, dhe në Liban, Izraeli vazhdon pa ndërprerje masakrat e tija kundër popullatës shiite të Libanit Lugor, situata duke ndryshe në gjirin persik, ku sikur e kemi efektuar edhe në bisedat të tjera që kemi pasur këtu. Pas luftës 40 ditore, Irani doli si palë më e fortë që dominonte gjirin. Duke mbyllur kanalin e Hormuzit, Irani përdori atë që njihet për ndryshe si bombën ekonomike nukleare, sikur e ka quajtur sekretari i shtetit amerikan Marco Rubio, gjë që do t'i çonte amerikanët në këtë muaj, domethënë në qershor vitit 2026, që më në fund të arrinin një farë marrëveshje me Iranin, ku amerikanët do të hiqnin sanksionet e tyre ndaj Iranit, do të pezullonin, ata u përdorin termin waiver, sanksionet ndaj cisternave iraniane për të shitur naftë, dhe në shkëmbim Irani do të hapte kanalin e Hormuzit. Por çka ka ndodhur në këto 72, ose ndoshta më shumë se 72, ndoshta 96 orët e fundit, është apo duke filluar që nga e njëjtja, që është 25 qershor, është që Irani goditi një anije mallrash singaporiane, e cila nuk i u përgjigjë gardës revolucionare. Sepse në atë memorandumin e mirëkuptimit që iranianët nënshkruan me amerikanët në Gjenevë të Zvicrës, një nga pikat e këtij memorandumi ishte që Irani do të mbikëqyri ngushticën e Hormuzit. Por amerikanët nuk duan që Irani ta mbikëqyri ngushticën e Hormuzit, dhe çfarë ndodhi është që në datën 23 dhe 24, amerikanët filluan që t'i thonin anijet e aleatëve të tyre, një nga këto është Singapori, ku këto anije janë bllokuar në gjirin persik që prej marsit të vitit 2026, amerikanët që duan që të sabotojnë këtë kontrollin iranian mbi kanalin e Hormuzit, i kërkuan anijeve që janë të aleatëve të tyre që për të dalë nga Hormuzi të futen në ujërat territoriale të Omanit dhe mos kalojnë në ujërat territoriale të Iranit. Për këtë arsye, iranianët ju kthyen një nga pikave kryesore të marrëveshjes së mirëkuptimit që ata kanë me amerikanët, dhe pasi amerikanët po e injoronin kërkesën iraniane,
ata goditën të anije kargo singaporiane dhe si kundër përgjigje ditën e premte në datën 26 Centkomi Amerikan u përgjigj duke sulmuar baza ushtarake iraniane në ishullin e Keshmit, në provincën e Hormozganit dhe bateri të tjera raketore dhe baza dronësh iranian. Irani ju përgjigj sulmeve të Centkomit Amerikan ditën e diel në datën 28, duke goditur Bahreinin, duke goditur flotën e 5 amerikane, ku sipas palës iraniane dëmet ishin masive, ndërsa sipas Bahreinit dëmet ishin minimale. U godit edhe Kuwaiti, ku u godit baza Ali al-Salem, nga ku amerikanët drejtojnë bombardimet e tyre kundër Iranit. Kundër përgjigje iraniane, sigur dihet gjithmonë, do të sillte reagimin e presidentit Trump, i cili kërcënoi iranianët që mos i provokojnë amerikanët, nga që ai do ta zhduki Republikën Islamike të Iranit. Megjithatë, iranianët, domethënë, nuk pyesin shumë për kërcënimet e Trumpit, nga që ata janë mësuar me këto kërcënime, por çfarë ndodhi është se në ditën e diel, në datën 28, si amerikanët, si iranianët rënë dakord që t'japin fund goditjeve të njëri tjetrit, dhe në ditën e hënë, datë 29, u ra dakord që të mblidhet një komitet iraniano-amerikan, por edhe me prezencën e vendeve të tjera të gjirit, sikur Katari, dhe që të diskutohet memorandumi i datës 17 korrik ndërmjet Iranit dhe SBA-s, ku iranianët këmbgulin që kontrollin mbi Hormuzin do ta kenë iranianët, dhe anijet që hyjnë edhe dalin në ngushticën e Hormuzit, edhe pse Irani ka rënë dakord që në një afat prej 60 ditësh nuk do t'i bëj taks tyre anijeve, sërish hyrje dalje duhet kontrollohen nga Teheran. Pra, kjo është situata ku jemi deri tani. Kemi, domethënë, vazhdim të politikës, herë me avion, raketat dhe me dron, herë me bisedime. Ndërkohë, këtë zhvendosjen e takimeve, Ols, nga Gjeneva në Katar, si e lexon? E lexoj e para si një problem logjistik, për iranianët është problem të ikin deri në Gjenev, harxojnë shumë. Në anën tjetër, Katari si një shtet neutral, dhe që ka bazën më të madhe ajrore amerikane në Lindjen e Mesme, është lidhja më e mirë për të dy vendet për të sqaruar problemet e tyre. Në anën tjetër, Katari, ashtu sikur Pakistani, por edhe sikur Turqia në një farë mënyre, apo edhe Arabia Saudita, kanë interes që konflikti iraniano-amerikan mos të përshkallëzojë edhe më tej, sidomos Katari ka problem ekzistencial me përshkallëzimin e konfliktit, nga që ne dim që Katari për më shumë se 3 muaj nuk pati mundësi që të qiste gaz në tregjet ndërkombëtare. Dhe këto vendet e gjirit persik janë vende që, domethënë, pa shitjen e naftës dhe të gazit të nuk ekzistojnë. Në anën tjetër, lajmi më i fundit, paktën këtë njoftoi presidenti iranian Masud Pezeshkian përpara pak orësh, është që ditën e martë pritet që iranianët do të marrin këstin e parë të parave të tyre, $6 miliard, që amerikanët i kanë bllokuar dhe që ndodhen në bankat e Katarit. Pra, një nga arsyet pse iranianët nuk po e përshkallëzojnë konfliktin edhe më tej, është se iranianët shpresojnë që ta përdorin këtë periudhë që mund quhet në frëngjisht detent, apo ulje tensionesh ndërmjet tyre dhe amerikanëve,
ta përdorin për të marrë sa më shumë nga fondet e tyre që amerikanët ua kanë bllokuar nëpër banka ndërkombëtare. Olc, ndërkohë ka patur edhe një marrëveshje të nënshkruar midis Libanit edhe Izraelit. Si e lexove këtë marrëveshje për të tërhequr që Izraeli të tërhiqet nga dy krahina në Liban, por gjithsesi cila është e vërteta e kësaj marrëveshje dhe çfarë mendon se do të prodhojë në raport me Libanin, se shumë komentatorë e diskutojnë këtë si një moment shumë të rrezikshëm sepse mund ta çojë Libanin në një luftë civile. Ndërkohë, si e shikon këtë në raport me marrëveshjen, memorandumin e madh midis Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe Iranit? Tani këtu kemi disa gjëra. E parash memorandumin ndërmjet Iranit dhe SBA-s. Amerikanët i kanë thënë izraelitëve që ju bëni çfarë të doni, por juve duhet të ndaloni sulmet kundër Libanit, se po nuk i ndaluat sulmet kundër Libanit, Irani do na mbylli përsëri kanalin e Hormuzit. Dhe sulmet kundër Libanit përforcojnë në Iran këto grupet e djathta, të cilat mendojnë që me amerikanët nuk duhet të ketë bisedime, por vetëm duhet të ketë luftë. Dhe amerikanët që e kuptojnë këtë gjë i kanë bërë presion Izraelit që të ndalojë sulmet. Por Izraeli nuk i ndalon dot sulmet me ultimatumin iranian apo me kërkesat e Trumpit, dhe që Benjamin Netanyahu të shpëtojë fytyrën e tij. Kemi pasur këto bisedimet ndërmjet qeverisë kuislinge të Beirutit me amerikanët dhe me izraelitët në New York, ku është rënë dakord që trupat izraelite do të tërhiqen nga disa pjesë të Libanit, por në shkëmbim të saj qeveria e Beirutit me presidentin e saj maronit Michel, ja harrova mbiemrin, Aruna Acega, ushtria libaneze duhet marrë nën kontroll territoret e Libanit jugut dhe duhet të fillojë që të çarmatosi Hizbullahin. Kuptohet që kjo marrëveshje është refuzuar nga shiitët në jugun e Libanit, pasi ata e trajtojnë këtë si një tradhti kombëtare që presidenti libanez i ka bërë vendit. Por puna është kështu që ka qenë një politikan izraelit, po e dëgjoja, më fal, presidenti ka emrin jo Michel, ka Josefa unë. Por edhe libanezët janë përpara një dileme të madhe. Më duket se ka qenë Netanyahu, po një politikan domethënë izraelit i ka thënë përpara të takohesh këtyre libanezëve që ju në përballjen që ne kemi me Hizbullahin keni dy opsione. Një opsion është pushtimi ynë total ushtarak i Libanit, që do ta shkretojmë gjithë Libanin, ndërsa opsioni tjetër është që qeveria që drejtohet nga presidenti i krishterë, Joseph Aouni, të hyjë në luftë civile kundër Hizbullahit dhe ta çarmatosi Hizbullahin. Dhe në këto momente kjo marrëveshje që është bërë, ku izraelitët janë të gatshëm që t'i lirojnë territore ushtrisë libaneze, qëllimi i amerikanëve dhe izraelitëve është që ushtria e Libanit të përdoret si këmbësori e Izraelit për të shkatruar armët e Hizbullahit. Pra ky është si skenar. Ndërkohë, domethënë skenari është që Izraeli sigur e ka edhe deklaron Benjamin Netanyahu do që patjetër të shkatrojë Hizbullahin. Shkatrimin e Hizbullahit me luftë konvencionale izraelitët nuk e bëjnë dot. Dhe metoda e vetme që ata përdorin është terrori me spastrimi etnik. Dhe që prej 4 muajsh Izraeli mban të pushtuar territore masive të Libanit që shkojnë përtej lumit Litani, nëse do përmendja, domethënë do ta krahasoja këtë me gjeografinë e Shqipërisë,
do t'ishte si kur fjala bie Greqia të pushtonte Shqipërinë deri në lumin Vjosa dhe të dëbonte gjithë popullatën shqiptare nga Konispoli deri në Vjos, të dëbonte mbi 1,5 milion njerëz dhe qytetet kufitare, fjala bie Korça, Gjirokastra etj. Ti bombardonte dhe ti granatonte dhe ti zhdukte në mënyrë totale. Kjo është ajo që ka bërë Izraeli deri në këto momente, por këto popullatët e krishtera, të cilat jetojnë në qendër të Libanit, kanë problem se me zhvendosjen e 1,5 milion libanezësh që janë shit shumica, ata kanë probleme me pushtetin e tyre që kanë në Beirut. Dhe çfarë po ndodh tani, po ndodh ajo që ka ndodhur edhe në vitet 80, ku popullatët e krishtera kanë bërë aleancë me Izraelin kundër muslimanëve. Ajo masakra e keqfamshme e Sabrës dhe Shatilës që ka ndodhur në Liban, u bë nga të krishterët maronit dhe janë pak a shumë pararencit e këtij presidentit që është sot, Joseph Aounit, që kanë qenë ato falangat, të cilat në 16 dhe 18 shtator të vitit 1982 u futën në kampin e refugjatëve palestinez të njohur si Shatila dhe masakruan me mijëra njerëz. Dhe këto masakra i bën për hir të Izraelit. Dhe Izraeli në këto momente do të përsërisi atë që Ariel Sharoni ka bërë në Libanin e viteve 80, duke mbështetur këto falangat e krishtera që të masakrojnë populatat muslimane. Olc, ndërkohë ka lajme se ka zhvillime në atë rajon, po nga Iraku vijnë lajme për grusht shteti. Po, në Irak po ndodh në një farë mënyre një biçim grusht shteti. Presidentin e ri që irakianët kanë, që ai është zgjedhur me ndërhyrjen e amerikanëve, kryeministrin Ali Al-Zaidi, ai ka arrestuar një numër politikanësh me rëndësi në vend, dhe shumë nga këta politikanë deputet, ish zëvendësministër i naftës etj. Janë arrestuar në justifikimin e luftës kundër korrupsionit. Ama çfarë shumë vëzhgues mendojnë se po ndodh në këto momente në Irak, është që qeveria e kryeministrit Ali Al-Zaidi me mbështetjen e amerikanëve në emër të luftës kundër korrupsionit është duke arrestuar politikanë të cilët kanë mbështetur Iranin. Dhe përveç kësaj, një nga deklaratat që ka dhënë përpara pak orësh kryeministri i Irakut është që unë nuk do të lejoj asnjë milici që të ekzistojë më dhe të mbajë armë në Irak. Kush janë këto milici? Janë milici sigur Kataib el Hezbollah, People's Mobilization, domethënë pronti për mobilizimin popullor etj. Dhe gjitha këto organizata janë organizata që ka themeluar, por edhe financuar Irani, të cilat gjatë luftës apo gjenocidit në Gaza, kur Irani drejtonte rezistentën për të ndihmuar palestinezët, ishin këto milicia ato që godisnin Izraelin. Dhe çfarë mendohet që po ndodh në këto momente është që kryeministri aktual Ali Al-Zaidi, ai është pak a shumë një farë Edi Rame, një quisling, i cili është duke goditur politikanët që kanë poste kyç në parlament dhe në politikën e Irakut, dhe ai domethënë sigur ka deklaruar, duke përdorur ushtrinë fortë, edhe ushtrinë amerikane nga bazat amerikane që janë në Irak, në këto orët që do vinë, mund të kemi bastisje të bazave të këtyre milicive pro-iraniane që ekzistojnë në Irak. Pse bëhet kjo goditje nga ky kryeministër dhe nga amerikanët?
Kjo është pjesë e goditjes asaj që ne njohim si boshti i rezistencës. Më thënë, boshti i rezistencës humbjen më të madhe e pati në dhjetor të vitit 2024, kur Al-Qaida rrëzdoi nga pushteti Ahmed al-Sharrën, goditjet kundër Hizbullahit dhe pakti më i fundit që amerikanët kanë bërë me izraelitët dhe me qeverinë e Beirutit, e cila do luftoj kundër Hizbullahit, shkon paralel me këtë që ka bën Ali al-Zaidi në këto momente në Irak, ku domethënë do kemi tradhtar arab që nga Beiruti deri në Bagdad, të cilët do të luftojnë kundër këtyre milicive që luftojnë për shtirimin e Palestinës. Po Irani në rasti konkret do të rrije, do të vështrojë, Olsi, apo sepse këto janë milici që janë të lidhura në ashtu siç paka shumë edhe tjetër, janë pjesë e aksit edhe aksit rezistencës. Kemi një luftë civile edhe në Iran në këto momente. Ka një përplasje shumë të madhe ndërmjet konservatorëve dhe këtyre reformatorëve që kanë pushtetin me presidentin Pezeshkian. Sigur tregojnë shumë portale iraniane, grupet konservatore që akuzojnë presidentin Pezeshkian që ka bërë grusht shteti. Në Iran parlamenti nuk funksionon. Ky ish drejtuesi i parlamentit pak a shumë versioni Taulant Ballës kush është drejtuesi i parlamentit në Tiranë? Jo, është ai Peleshi, Niko Peleshi. Peleshi, se ka qenë Taulant më herë. Domethënë Niko Peleshi apo Muhamed Bagheri Galibaf, ai e ka shpërndar parlamentin prej më shumë se 3 muajsh dhe refuzon që ta trasis. Dhe shumë deputet parlamentit iranian e akuzojnë Muhamed Bagheri Galibafin që ka bërë grusht shteti, nga që nuk po e lejon parlamentin që të mblidhet. Në anën tjetër, ministri i jashtëm Abbas Araghchi, por edhe presidenti Pezeshkian akuzohen po nga konservatorët që po japin shumë koncesione amerikanëve dhe po shesin pavarësinë e Iranit. Përpara 5 ditësh, ndodhi një skandal i madh në Iran, nga që një nga hoxhallarët më me influencë në vend shkoi në televizion publik kur tregoi një letër nga lideri suprem Moshtaba Khamenei, ku Moshtaba Khamenei ishte kundër këtij memorandumit që është bërë ndërmjet presidentit Pezeshkian dhe Trumpit. Dhe sipas Hoxhës në fjalë, i cili doli në televizion, ai e akuzoi presidentin për tradhti kombëtare, nga që nuk po i bindet liderit suprem. Përveç kësaj edhe Këshilli Suprem i Iranit doli gjithashtu me një deklarat përpara 2 ditësh, ku i kërkonte politikanëve që t'i bindeshin urdhrave të liderit suprem. Po çfarë po ndodh në këto momente është se në njërin anë lideri suprem mbahet i fshehur, ata që kanë sigurinë e tij apo ndoshta aparati përreth tij e këshillojnë që mos dalin në publik, nga që po doli do ta vrasin amerikanët dhe izraelitët. Dhe çfarë po ndodh në këto momente është që pushtetin duket sikur e kanë në dorë reformatorët, ku reformatorët janë duke bërë lojra me amerikanët. Justifikimi që përdorin reformatorët është që ne po bëjmë marrëveshje me amerikanët që të marrin miliarda dollar që i kemi të bllokuara që të ringrim ekonominë, por këto grupet konservatore akuzojnë reformatorët, duke i thënë që juve jeni duke shitur vendin, duke i bërë koncencione amerikanëve, dhe në anën tjetër ka patur protesta, sidomos përpara 2 ditësh, pati protesta pranë shtëpisë Rehberit, si me thënë presidenca, vendi ku vra Khamenei, ku grupe iranianësh po protestonin dhe kërkonin hakmarrje për Khamenei, kundër armikut që është Amerika me Izraelin. Dhe këta protestues u arrestuan nga policia dhe u larguan që aty.
Pra që duhet të them që po ndodh në Iran në këtë momente, ka një përplasje ndërmjet reformatorëve, të cilët sillen pak a shumë sikur Boris Jelcini, për ata që dinë momentet e rënies së Bashkimit Sovjetik. Dhe në anën tjetër kemi Moshtaba Khamenein, i cili është izoluar, ashtu sikur e izoloi edhe Jelcini Gorbachevin kur vendosi shkatrimin e Bashkimit Sovjetik dhe shpalljen e Federatës Ruse. Domethënë me çfarë unë po shoh, domethënë arrit të kuptoj është që në Iran në këtë momente ka një luftë të ftohtë ndërmjet reformatorëve dhe konservatorëve dhe garda revolucionare në përgjithësi duket që qëndron asnjëanse, por garda është shumë e pakënaqur me politikën e qeverisë. Zhvillimet që nga dramatike, Olsi? Nëse jemi... Dramatike dhe varet, domethënë se çfarë do bëj garda. Domethënë, garda është direkt në urdhrat e Moshtaba Khameneit, apo jo? Garda është në urdhrat e Moshthabait, por problemi është që nuk dihet se çfarë ndodh me Moshthabain, ku është Moshthabai. Domethënë, ai nuk është shfaqur asnjëherë në publik. Biles përpara ca ditësh u hedhën edhe thashë theme sikur Moshthabai ka vdekur, por Moshthabai domethënë i bëri një deklaratë për media e tjerë për kujtonte atë shehidllokun e Imam Hyseinit që janë sofetë të shiitëve. Megjithatë, deri në këtë moment ne nuk e dim ku është Moshthabai. Dhe me çfarë kuptohet është që Moshthabai nuk ka pushtetin që ka patur babai i tij Ali Khamenei për disa arsye. E para, Ali Khamenei ishte hoxh i cili ndërtoi sistemin e Republikës Islamike, dhe ai kishte shumë autoritet. E dyta është që krerët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare etj. Ishin persona që vetë Ali Khamenei kishte vendosur, ndërsa në këto momente në Iran, ku Moshtaba Khamenei nuk shfaqet, ne nuk e dim ku është, ai nuk po arrin që të dalin publik dhe të implementoj me dorë të hekur urdhrat e tij. Puna ishte ndryshe me Ali Khamenei, nga që Ali Khamenei dilte dhe nuk ja bënte njëri llapin dy. Dhe në këto momente ka një sherr shumë të madh në Iran për drejtimin nga po shkon vendi. Janë reformatorët të cilët gjithmonë thonë që okej, ne do të arrim marrëveshje me amerikanët. Në anën tjetër janë konservatorët që thonë me amerikanët do të ketë vetëm luftë derisa ti detyrojmë që të arrim gjitha pikat që ne duam. Pra ka një përplasje shumë të madhe që ndodh në Iran në këto moment.